Deputeti Tom Doshi mes qindra malsorëve që e pritën me entuziazëm ka lëshuar akuzat forta për deputetin e kësaj zone Paulin Sterkaj. Ai kërkoi që votat mos shkojnë tek individ të tillë që shesin dhe blejnë mandate për interesa personale, e mbi gjithat që ushqejnë korrupsionin. Deklaratat u pritën me aprovim dhe ovacione nga banorët e Malësisë së Madhe, të cilët garantuan vot masive për deputetin Tom Doshi. Tu keni një deputet që nuk ka ikë për profesionit policit. Kena pas në një punëtor policie që i thoshin Edhemi, po të shef Edhemi. Edhe këtu është ba Pavlini si Edhemi, po të shef Pavlini. Ky drejt ka ndru disa parti. Fajtor që e pruna prapë të pësoj e jamon. Dera pësës, atia kanë mëllë i herë për gjithmonë. Në atje në Vat Dens ka thënë Tom Doshi, thot ju kam blej herë si dërkucat, thot të shpoj blej si dosat. Pavlin për të thënë për atë në Malësis, ti e shqitë si dërkuc, si e shqitë si dos. Unë kur s'kam blej as malësor, as merditor, as zadrimor, as qytetar. Populli më ka votu dhe do të më votojnë. A ne po të thëmë për atë në malësorve. Rriu urtë mas më të zënë ma emrin goj, se do t'ja bëj publike që i ke thënë edhe për shukët. E dini që i shiti votat për zgjedhjet për bashkim. E nëzori pësën forës 3, se i mori lek lësis. Prap jo shetaj. Prap nese marë puna që mandati ti diskutohet, pushtetin, a i prap e shetë mandatin. Kërë më kanë thënë ka i klubët jere është një i tip Bajrakit, zënë aty vene dhe hanë jere planë sa mire mirë, atë e shef ku me gjujt një 500.000 leksh, pa në i thirë një menes për ju thëmë sot. Votoni për binë tuj, votoni Tom Doshin se do t'jenit në rumë. Ju vetëm votoni se nuk ka lina laj burë që në vjedhë më votat. Në përfundim të takimit, banorët shprejnë vlerësim për figurën e deputetit Tom Doshi, dërsa i premtuan mbështetje maksimale në zgjedhjet e së dielës.